Prej disa ditësh, 4 familje në fshatin Cërnalep të bashkisë Kukrës jetojnë të izoluar pas një rrëshqitje masive të tokës që ka ndërprerë plotësisht lidhjen rrugore me pjesën tjetër të zonës. Një masiv i madh dheu, balte dhe ujë ka bllokuar rrugën që të çon drejt banesave të tyre, duke e bërë atë të pakalueshme dhe të rrezikshme. Sipas banorëve, shkaku i kësaj situate janë ndërhyrjet njerëzore në zonë, konkretisht tubacioni i njëjtë centrali, i cili sipas tyre ka grumbulluar ujë në faqen e malte dhe ka destabilizuar terrenin. Rrëshqitja e dheut ka ndodhur rreth 15 metra poshtë tubave të hidrocentralit, ndërsa rreshjet e vazhdueshme të shiut dhe borës kanë përkecuar ndjeshëm situatën. Si pasojë, masa të mëdha balte janë shembull mbi rrugë, duke lënë familjet pa mundësi qarkullimi, pa akses në shërbime bazë dhe në ndihmë emergjente. Banorët shprehen të shqetësuar për sigurinë e tyre. Muaji janar ka nxjerrë edhe një herë në parë gjendje në problematike të infrastrukturës rrugore në zonat e thella të Kukësit. Rreshtet intensive kanë shkaktuar dëmtime të shumta në rrugë dhe ura, duke vështirësuar jetën e komiteteve rurale, të cilat në raste të tilla mbeten të izoluar për ditë të tëra.